Bashkimi Demokratik për Integrim në një kumtes për media ka kujtuar 4 vjetorin e nënshkrimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, duke theksuar se do ta mbrojnë me çdo mjet demokratik dhe nuk do të lejojnë kthim pas. Ata shtuan duke thënë se është shënuar një moment i veçantë kur pjesa legjislative e marrëveshjes së Ohrit u përmbyll, duke i dhënë gjuhës shqipe vendin e merituar në shtetin ton multietnik. Sipas tyre, ky ligj nuk ishte thjesht një rregullim juridik, por një akt historik që vulosi barazin dhe stabilitetin institucional të vendit. 4 vite më vonë, nga BDI thonë se shpirtrat anti-ohur janë zgjuar sërish për të goditur aty ku zinxhiri është më i brisht dhe aty ku mund të shkaktojnë më shumë përçarje, në çështjen e gjuhës, simbolin më të madh të barazisë dhe harmonisë ndëretnike. Përpjekjet për të vënë në pikpyetje kushtetshmërinë e këtij ligji nuk janë asgjë tjetër, veçse një sulm ndaj vetë themeleve të bashkëjetesës dhe orientimit euroatlantik të vendit. BDI e konsideron këtë ndërhyrje të dirigjuar politikisht një akt regresiv që nuk synon as drejtësi dhe as rregull institucional, por krijimin e tensioneve dhe hapjen e plagëve të së kaluarës. Tutje ata thonë se çdo tentativë për të kontestuar ligjin e gjuhës është një tentativë për të kontestuar marrëveshjen e Ohrit dhe vetë rendin kushtetues të vendit.